Nga dita e sotme nis rivlerësimi pasurive të paluajshme me 5%, i cili do të jetë në fuqi për gjatë gjithë pjesës së mbetur të këtij viti. Kjo pritet i jap një impuls të ri tregut imobiliar dhe qytetarëve që duan të përtitsojnë vlerën e pronës së tyre. Është një proces i shumë kërkuar nga ne si shoqate e agjensive imobiliare për Shqipërinë area, dhe patjetër që pritet që të ketë një ndikim pozitiv në ekonominë përgjithësi, po sidomos për të gjithë ato qytetarë cilët nuk kanë arritur kur të bëjnë rivlerësimin. Në Durrës ashtu si në të gjithë Shqipërinë, çmimet e pasurive të paluajshme janë arritur ndjeshëm, duke arritur vlera të paimagjinueshme deri në 2-3 vite pas tërmetjes shkatrimtar të vitit 2019. Por pritet të ulë çmimin për metër katror të banesave apo bizneseve. Procesi i rivlerësimit me 5%? Është vështirë që të ndikojë shumë tek ulja e çmimit. Dikush patjetër që mund bëjë një lloj llogaritje të vockël, pra do të paguajë kaq taksa, tani mbien me paguajt më pak taksa dhe mund ta uli pak, por do jetë një ulje relativisht e ulët, jo ndonjë ulje që të ndjehet. Sipas agjensive imobiliare, lagja numër 1 dhe komplekset e pallateve që po ndërtohen tek Durrës Marina janë zonat me çmimet më të larta për metër katror, duke variuar deri në 2500-3000 euro. Por dhe në zonat periferike, çmimet janë arritur ndjeshëm. Në përgjithësi nuk paraqen më në qytet poshtë 1000 euro metri katror. Në zonën e Spitallës jemi diku midis 1000 deri po themi 1100-1200 nëse është një pallat i ri. Kjo rritje e pandashme çmimesh në tregun imobiliar shpjegohet nga agentët me disa investime të rëndësishme që po realizohen në qytetin bregdetar. E para është Marina, e cila e dha impulsin dhe atë nxitjen e parë të rritjes së çmimeve. Tashmë pritet shumë shpejt që të hapet edhe stacioni i trenit, i cili është pa diskutim një instrument jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm për tregun imobiliar, sepse afron shumë Durrësin me Tiranën. Pritet normalisht pjesa e Unazës së Kallbit, po themi që do dalet te Çesmaferrës. Kemi qendrën e qytetit apo zonën historike e cila pritet të rijetëzohet, pra janë disa projekte të cilat në vetvete pra i shtojnë vlerën qytetit, pa harruar edhe portin industrial nga krau tjetër që i ka dhënë një impuls asaj zonës, po themi zonës së Port Romanos. E ndërsa procesi i rivlerësimit ka nisur të kryhet që nga kjo e martë, edhe këtë herë ai do të bëhet me referencet e vjetra, që janë aktualisht në fuqi. Kur një individ sjell që rivlerësimin ta bëjë në ASHK, vlera e pronës së tij afrohet me çmimet minimale fiskale që janë në fuqi, ndërsa kur rivlerësimi bëhet me ekspert të licencuar, vlera e pronës mund të dalë dhe më e lartë.